Përshëndetje, faleminderit zoti Valteri që jeni me ne. Si të duket pikë së parë i kandidimi i zotit Braçe për të po flitet jashtëzakonisht shumë tani mo, qoftë edhe nga një intervistë në mbrëmjen e djeshme. Që zotin Braçe është deputet i qartë të personazh i një karrierë 35 vjeçare në Partinë Socialiste, që për krijimin e saj, është e drejtë e tij, është e drejtë e gjithkujt që mendon që mund të jap kontribut për një zonë të caktuar ose një qytet të caktuar, mendon që mund ta bëjë më mirë ose mund ta bëjë mirë një punë, kështu që atë do ta vendosë ashtu siç e ka vënë Braçe, atë do ta vendosë një proces që do të bëhet në Partinë Socialiste, nëse ai do të jetë kandidat apo do të jetë dikush tjetër ose do të jetë ajo që ne kemi kandidate, zonja Olgerta Vanasaliu. Megjithatë, ka krijuar një lloj stimuli publik, qoftë edhe tek partitë opozitare, deklarata e zotit Braçe. Pas ditën e djeshme, ne edhe në Media 60 kemi pasur zotin Duka, ku tha që vota e tij do të jetë pikërisht për Braçën, meqense ka qenë zëri opozitar brenda opozitës, brenda majorancës, por edhe për sa i përket çështjeve të bujqësisë që ai ka ndikuar në një formë apo në një tjetër. Mendoni se do ketë edhe të tjerë opozitarë që do të lëvrojnë votën e tyre për këtë të fundit? Këtë personazh politik ka vota si majtas, si djathtas, ka njerëz që e pëlqejnë nga të gjitha rrymat nga të gjitha shtresat e shoqërisë, nga të gjitha bindjet. Kështu që mund të ketë, mund mos ketë, është në dorë të programit të zotit Braçe, nëse do të ketë një kandidim, asaj që do të ofroj për qytetin, që do të ofroj për zonat rurale, që do të ofroj për të gjitha shtresat e këtij qyteti, patjetër që mund të ketë edhe opozitarë dhe të cilët nuk e votojnë Partinë Socialiste që mund të votojnë. Si në të kundër do të ketë nga Partia Socialiste që ndoshta nuk e votojnë se nuk e pëlqejnë. Kështu që votuese është shumë e vështirë të lexohet, sepse ti nuk e di dhe nuk e pret nga i merr votat, mund t'i pëlqesh dikujt në mënyrë që ndrimet e tua, apo mund të humbësh nga ana tjetër. Po megjithatë, ju si antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe si ish deputet, e dini fort mirë që Partia Socialiste nuk ja lë në dorë eventualitetit të kohës, merr masa paraprake, kryen sondazhe si rrallë partitë e tjera bëjnë. Duke besuar qorrasi në një proces. Megjithatë, a do ketë një proces të brendshëm? Prandaj fiton Partia Socialiste, se i ka merr masat e nevojshme përpara çdo gare elektorale. Po ta shikosh, ne jemi në fushat, ne sapo kemi filluar fushat brenda partisë dhe me objektivin fitoren e zgjedhjeve 2027-s. Dhe besoj që do të ketë proces. Partia Socialiste ka proces, edhe pse duket në plan të parë, dhe ajo që po të ndodhë i Braçe që procesin dhe njoftimit për proces, më besoj se ka proces. Sepse siç e tham, çdo emër sondazhohet, çdo emër hidhet në treg dhe testohet për të mirat dhe të këqijat e tij, dhe në fund ditës kryesia dhe kryetari i partisë vendosin për emrin që do t'i përfaqësojë zgjedhjen. Dhe për sa kohë çdo emër që ata kanë zgjedhur për të na përfaqësuar zgjedhjen, në masën 90% ka rezultuar fitues, do të thotë që procesi ka qenë efikas për Partinë Socialiste. Në fund ditës merret rezultati, a ke fituar apo nuk e fituar. Ti mund zgjedhësh sa duash emra të mirë, të bukur, po do të jesh i zoti, i bukur, i mirë dhe të kesh të gjitha cilësitë dhe komponentët që në fund ditës të sjellësh në tryezën e partisë atë kupën e fitores në zonën ku ti kandidat. Megjithatë, zoti Braçe mbrëm deklaroi ndër të tjera se nëse do të ketë një proces të brendshëm për zgjedhjen me Sti ose Manastirliut, patjetër që me fitoren e kësaj të fundit do t'ja linte timi kandidaturën e Tiranës së saj. Mendoni se mund të shkohet drejt kësaj apo do dali si i pavarur Braçe, duke i njohur shpirtin e tij antikonformist sadopak?
besoj që Braçe ka diçka kundra Ogerta Manastërliut, apo emrit të Ogerta Jo, nuk e thash Manastërliut. këtë. Ai e ka të gjithë gjën në parim me çka kuptova. Ai do çes. Ai e quan çes stan e nga partia ose nga baza e partisë ose më gjerë këtë tha dje. Dhe në fund ditës Erion Braça dhe gjithkush tjetër do t'i bindet vendimit të Partisë Socialiste. Ne do mbështesim çdo emër, çdo që del me logon e Partisë Socialiste dhe do bëjmë të pamundurin që ai emër të dalë fitues dhe të marrë një rezultat nga më të mirë që mund të jetë. Shumë emri i personazhit që do dalë, por ka rëndësi që ne jemi gjithë bashkuar dhe në fund ditës bëjmë që kur numërohen kutitë e votimit të Tiranës, në asnjë kuti mos dalim humbës, po të jetë në çdo kuti. Kemi bërë dhe zgjedhje me kryetarin Velia, i cili mbahet padrejtisht larg asaj që kanë mandatuar qytetarët e Tiranës për të drejtuar këtë qytet dhe për drejtuar punët e këtij qyteti, ku ka marrë 176.000 vota. Absolutisht. Nga ana tjetër, shumë po trumpetohet fakti se kjo mund të jetë një lëvizje e zgjuar e Edi Ramës për të sfumuar opozitën, duke dhënë idenë se me kandidaturën e zotit Braçe ne kemi opozit brenda majorancës. E shikoni kështu apo nuk ka asnjë lloj lidhje në gjithë këtë? Nuk përjashtohet asnjë mundësi. Në politikë çdo mundësi është çdo lloj diskuri është i mundur. Nuk është se përjashtoj dot, them që jo s'ka shanse kjo gjë. Mund të jetë një lëvizje, mund të jetë një bluff, mund të jetë, nuk e di çfarë emri ti vë. Por ditë them që Partia Socialiste është një proces zgjedhor dhe gjithë kjo gjëja i bën mirë procesit që po ndodh. Bën mirë dhe bën lëvizje të gjithë strukturën dhe organizatën dhe në fund ditës nga e gjithë kjo lëvizje që po bëhet, që nga Braçe, qoftë nga të tjerë që mund ta bëjnë nesër, një gjë është e sigurt që në fund të ditës votat do dyfishohen të kutia dhe do të jenë akoma më shumë se çka që. Është fakt një perceptim për kandidatët që dalin si të pavarur nëse zoti Braçe do ta bëjë këtë hipotetikisht, nëse ai del nga radhët e Partisë Socialiste, a është më metaforikisht aq i madh sa kur është brenda Partisë Socialiste, pra zvoglohet figura, emri i dikujt kur del jashtë radhëve të partisë më të madhe? Pensin e votave nuk e di të ta them, a do të zvoglohet apo do. Them që Erion Braçe është një aset i Partisë Socialiste, nuk është një personazh i cili ka një karrierë të shkurtër, një karrierë që kanë ndetur aty, kanë vegjetuar, nuk kanë folur, nuk kanë shërbyer interesit qytetarëve, ka pritur atë emrin e sigurt në listë, bla bla bla. Di të them që Erion Braçe është një personazh që në karrierën e tij të vjeçare, dhe 33 vjeçare, siç e tha, në Partinë Socialiste, ka lënë gjurmët e veta dhe në fund ditës çfarë ke mbjell do korrësh, nuk e dim, nëse një mund të deli pavarur, patjetër që do të prish punë. Po sa kjo është gjithë ajo. Po çfarë do të bëjë? Punë apo jo? Besoj që patjetër merr vota socialistësh dhe largon vota nga shporta e madhe e Partisë Socialiste. Kështu që nuk besoj që Erion Braçe mendon fare këtë gjë, se mbi të gjitha është ai e tha dhe dje përsëri se po komentojmë Braçen. Kjo është partia ime, partia ku rrita, partia ku kam dhënë 30 vjet kontribut dhe besoj që do të dalë për të bërë keq partisë apo kandidatit. Nuk është çështje inati, kjo është çështje parimesh. Dhe kush mendon që Partia Socialiste mund të katandiset si Partia Demokratike me çështje inatesh, me çështje kulisash, nuk do ndodh kurrë. Për sa kohë Edi Rama të jetë kryetari i kësaj partie, nuk do të kemi kurrë një shkërmoqje të tillë të partisë që mund të shkojmë për inat si me vjerët, si çdo popull me Mollexhiu, nuk do ndodh kurrë kjo gjë. Kështu që kemi parti të konsoliduar, kemi njerëz të cilët bashkëpunojnë fort me njëri tjetrin
le të dy bashkë mund të mos flasim gjithkohës, mund të mos kemi qef njëri tjetër, mund të mos jemi miq, por në fushat jemi shumë miq, jemi shumë shok, punojmë dhe bashkëpunojmë bashkë për të marrë rezultatin më të mirë të mundshëm që kemi. Në fakt i paraprive edhe pyetjes së radhës, nuk ka krizë në Partinë Socialiste, flas për ato reagime që ka pasur edhe me Spiro Palin dhe Taulan Ballës. Dhe në familjet tona, ku jemi 5-6 persona, ka momente që ka acarim, agjitim, ka një thyhet diçka ose prishet një gjë dhe në fund fare, por nuk do të thotë që ne dalim nga shtëpia dhe marrim të lallin dhe marrim rrugën. Patjetër që mund të ketë fërkime, patjetër që mund të ketë hatërmbetje, patjetër që mund të ketë edhe përplasje, por në fund ditës për sa kohë jemi para përgjegjësisë që duhet t'i shërbejmë qytetarëve të Shqipërisë, nuk ka kohë dhe nuk ka vend për gjëra personale. Misioni është që t'i shërbejmë qytetarëve, misioni është Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian dhe çdo gjë tjetër, çdo ofiç, çdo karrige, çdo mendësi që dikush është më lart se tjetri, apo kujt i flet ti kështu, apo kush mendon se je ti, apo këto gjëra banale, nuk mendoj se kanë vend në këtë familje politike. Ne kemi një përgjegjësi, jemi mandatuar në mandatin e 4, me 83 mandate, vetëm për këtë gjë, për pjekurinë politike, për maturinë politike dhe për atë çka i ofrojmë shqiptarëve. Në rast se do të ishte e kundërta, do të ishim katandisur si ajo shtëpia, si ai hani pa porta që është tek godina e Shqupit, ku njëri bie thundrës, tjetri patkoj dhe në fund ditës ata njerëz të shkret që besojnë te ta janë rrugëve dhe nuk kanë një drejtim përveç se interesave familjare të Sali Berishës dhe grupit të tij. Dhe ndalemi pak edhe tek selia e Partisë Demokratike, pasi vetëm pak ditë më parë janë përjashtuar disa antar demokrat nga qarku i Durrësit dhe disa të tjera nga qarku i Elbasanit. Ndërkohë, kryeministri Rama nuk e bërë batuta edhe me ty zoti Valteri, dhe tha ndër të tjerë që janë të mirëseardhur, kushdo që është i zhgënjur, sikurse dikur kanë bërë edhe të tjerë, qoftë nga Partia Demokratike, qoftë edhe nga Partia e Lirisë. A jeni në kontakt me këta të fundit? Jo, nuk jam në kontakt. Nëse më të njoh, kemi kaluar një rrugtim politik për vitesh me njëri tjetrin, po gjithkusht është një mirëseardhur. Po meritokracia, nuk po them që këtu është parajsa. Meritokracia njihet, pak të njihet, domethënë kur ti punon, jep ke dignitet në atë çka bën. Ndryshe nga Partia Demokratike, ku Muli, Bana, Klevisi dhe tufa ignorantëve që drejtojnë atë parti, vendosin të përjashtojnë njerë në 2030 gati dhe janë kthyer si në 45-ën, ku ti pushkatojnë, si që bënte shoku Enver, lideri shqiptaris. Ti internojnë, domethënë koncepti i përjashtimit është një koncept marksist në këtë proces, pasi partia është një bashkim vullnetar fort, unë dua pa kontribuim parti, nuk është një organizat private cila mund të përjashtosh apo mund të antarësosh këtë duash ti. Kështu që për sa kohë kanë këtë lloj mundësie, Edi Rama do të vazhdojë ta qeverisë Shqipërinë edhe për vite të tjera me radhë. Demokratët apo dhe partive tjera janë të mirëseardhur në Partinë Socialiste për të marrë pjesë në të gjitha proceset dhe për të garuar dhe për të vënë dignitetin e tyre që nuk u aksept ajo parti e kalbur e cila çdo ditë më shumë shkërmoqet dhe shkon drejt humnerës. Është e njëjta gjë që ka ndodhur me mua. Unë në 2019
u largova nga Lulzim Basha, se është e vetmja gjë që akuzojmë të jetë është që kam ndruar Partinë Demokratike me Partinë Socialiste. Dhe ky është një mëkat sipas këtyre ignorantëve që rrin gjithë ditën përballë tastirës Facebook-ut, është mëkati më i madh në botë. Dhe në fund pas 2 vitesh përsëri Saliu përzuri me hu Lulzimin. Domethënë, kur ika unë se kisha unë mos marrëveshje të Luli ishte i mirë, kur iku Saliu dhe nxori me hunj nga kutina, Luli ishte i keq. Kështu që prandaj themi që kur Saliu bën marrëveshje quhet marrëveshje, kur të tjerët bëjnë marrëveshje quhet pazar. Kur Saliu bën keq quhet mirë, kur të tjerët bëjnë keq është, domethënë, ajo parti ka marrë fund dhe më vjen keq për qindra mijëra vota të shqiptarëve, ku shkojnë gati 500.000 vota, votohen një tuf këllirash, të cilët janë fytyra më shëmtuar e të bërit politik në Shqipëri, dhe po ta shikoni edhe ju gazetar nderuar, ka disa vite që nuk zhvillohet dot një seancë normale, nuk ka një diskutim. E kuptoni, ata nuk janë çuar një herë të flasin për zonat e tyre. Nuk janë çuar një herë të flasin për problematikat që janë të shumta, se Partia Socialiste ka gabime pafund, ka në çdo zonë ka gabime të saj, ku çdo deputet ka mundësinë të flasë dhe përmirësoj jetesën e atyre qytetarëve, ta detyrojë Partinë Socialiste dhe pushtetin qoftë qendror, qoftë vendor, për të bërë më mirë detyrat e saj, por ata vendosin ke një retorikë, Ramari, Hajdut, Lini, droga, muhabete, kod pazari, ku i lënë opozit për shumë vite të tjera të do të vazhdojnë në. Walter, në fakt ti ke aso kohë nga Basha, po Basha ku bëhet tani? E di, po këta po na bëjnë ta kërkojnë Bashën edhe një herë, se mënyra se si çfarë, për të qeshur me këtë qartë. Mënyra se si Lulzim Basha e drejton të Partinë Demokratike ka dërguar që ka qenë 100 herë më mirë se kjo që po drejtojnë këta. Protestat që bënte Lulzim Basha ishin shumë herë më të mira, me shumë njerëz, më shumë mundësira për të negociuar, pa çka sa i përdorte për interesa personale, përsëri këto gjëra, bënte pazaret e tij me Kunatin dhe me grupin e tij. Por ti them që partinë e kishte më të fortë se 30 njerëz që dalin te foltoret e Saliut dhe kanë shpresë që Saliu do t'i bëj faturuz dritash ose do të futen administrat për të marrë një rrogë më shkum punë, se këtë lloj niveli ka ngelur aty. A ke shpresa duke e njohur Partinë Demokratike së Brendshme se nuk do t'i bojkotojë kësaj radhe tryezat për reforma të rëndësishme që na presin? Se bojkotoj, ata janë një parti që nuk ka një draft. Kanë qenë 2013 që nuk kanë një draft. Në çdo tryezë që ulen kod për të bërë zhurmë. Janë me skenar, me regjim. Shkojnë në tryezë dhe nuk japin një propozim konkret, sepse nuk e kuptojnë, domethënë, janë gdhë politik, përveç se nuhatjen e kanë zero, janë dhe gdhë, nuk kuptojnë, janë njerëz cilët janë futur aty në listat sigurta me qëllimin që të bërtasin, që të fyejnë, që të shkatrojnë dhe në fund ditës të humbin, ose të bëjnë një pazar të vogël me mazherancë për të përfituar ndonjë gjë në mikro, në interesat e tyre personale ose vetjake.